Të nderuar miq të dashur, vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton për ditëshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 22 korrik dhe kisha në ortodokse na nxit lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Korintëve, kapitulli 10, vargu 12 dhe vargu 23. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas letrave. Prandaj ai që mendon se qëndron më këmbë, le të shohë se mos bjerë. Asnjë tundim nuk ka gjetur juve përveç se tundimi njerëzor, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t'ju tundojnë për te fuqive tuaja, por me tundim do t'ju jap dhe rrugë dalje që ju të mund të përballoni. Prandaj, të dashurit e mi, largoni nga illujtaria, po ju flasit të mençur, gjykojeni ju atë që them. Kuba e bekimit që ne bekojmë, a nuk është vallë pjesëmarrje në gjakun e Krishtit? Buka që ne thyem, a nuk është vallë pjesëmarrje në trupin e Krishtit? Sepse ne të shumtit jemi një bukë, një trup, sepse të gjithë marrin pjesë në të vetmen bukë. Shikoni Izraelin sipas mishit, ata që janë flijimet, a nuk janë pjesëmarrës të altarit? Çfarë them pra, se ylli është diçka, apo se ajo që është flijuar illujve është diçka? Jo, por them se gjërat që flijojnë jo e brend u aflijojnë demonëve dhe jo Perëndis. Tani unë nuk dua ju të keni pjesë me demonët. Ju nuk mund pini kupën e Zotit dhe kupën e demonëve. Ju nuk mund merrni pjesë në tryezën e Zotit në tryezën e demonëve. A duam ne ta provokojmë Zotin deri në xhelozi? A jemi ne më të fortë se ai? Gjithçka më lejohet, por gjithçka është e dobishme, gjithçka më lejohet, por jo çdo gjë dërton. Kto pra janë fjalët e apostullit Pavlit drejtuar Korintëve, që ne i lexuam, dhe kjo pjesë sipas letrave ka të bëjë për nxitje për porosi, vigjilencë shpirtërore dhe besnikëri ndaj Krishtit, dhe shmangje të çdo kompromisi me illujtarinë. Etrit të shenjtë si Shën Janku i Arti, Shën Agustini Hippos, Shën Thofilakti i Ori dhe Shën Qirili i Aleksandri ka komentuar, por le të fillojmë ta lexojmë varg për varg dhe ta komentojmë sipas letrave. Prandaj, ai që mendon se qëndron më këmbë, le të shohë se mos bjerë. Çfarë na thon etrit e këtij? Shën Janku i Arti thotë se krenaria është fillimi i rënies. Ai që mendon se është i pathyeshëm është më afër rënies se sa ai që pranon dobësinë e vet. Kurse Shën Agustini thekson se qëndrueshmëria nuk vjen nga forca jonë, por nga hiri i Perëndis. Prandaj, askush nuk do të mendojë se është mbi tundimin. Edhe një besimtar i pjekur ka nevojë për lutje, pendim dhe vigjilencë. Sa më tepër rritemi në amplitudën tonë shpirtërore, po ashtu edhe i ligu kërkon pjesën e tundimeve të tija. Prandaj, vigjilenca nuk duhet të shuhet asnjëherë, por duhet jemi mendje zgjuar, esët, të kthjellët dhe të gatshëm për çdo lloj tundimi që na vjen nga liksia e armikut, sepse si thuhet uji fle, asmi nuk fle. Dhe këtu flasim për djallin dhe demonët. Dhe gjithë ata që bashkëpunojnë me atë. Por le të flasim edhe për vargun më poshtë, vargu 13. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç se tundimi njerëzor, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t'ju tundojë për te fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap dhe rrugë dalje që ju mund ta përballoni. Shën Janku i Arti shpjegon se Perëndia nuk premton mungesë provash, por ndihmë për ta përballuar. Është gabim të mendojmë se rruga e krishterimit është një rrugë pa ngasje, prova, tundime, mundime, sëmundje dhe gjithçka tjetër që përballon njeriu. Përkundrazi, ajo është një rrugë e vështirë, e përpjetë, e ngushtë që shumë do të dëshirojnë pak do të arrijnë, thotë Zoti. Domethënë është një rrugë me mundime, por Zoti jep dhe fuqi për ta përballuar dhe të kaluar një tundim. Shën Thofilakti thotë se rruga e daljes mund të jetë forca e brendshme, ndihma e Perëndis, ose largimi nga rasti i mëkatit. Prandaj, kur përballemi me tundime morale, varësi, zemërim apo dëshpërim, Perëndia nuk na lë vetëm, ai jep hir, këshill, na afron njerëz me mundësi për të zgjedhur të mirën dhe për t'u larguar së keqes. Prandaj, gjithmonë duhet kemi një mendje të përulur për kërkuar mëshirën e Zotit dhe të afërmit dhe asnjëherë nuk do të mendojmë se na ka ndodhur diçka që është më e rënda se ndodh të tjerëve. Po të shikojmë rreth nesh, do të shikojmë njerëz të cilët kanë ngasje, prova, tundime, mundime më shumë se neve. Prandaj dhe duhet kemi dhe kujdes nga ankimi. Në vargun 14 thuhet, prandaj të dashurit e mi largoni nga illujtaria. Shën Janku i Arti vëren se apostulli Pavli nuk thot vetëm mos adhuroni pra idhujt, por largoni, sepse duhet shpangur dhe afërsia me illujtari. Dhe këtu po flet për idhujt e rëndom që ishin popujt pagan, pra falishin statujave ose riteve pagane. Por idhujt gjithmonë janë, edhe sot njerëzit pavarësisht se kanë shtuar njohurit
përsëri janë bestyt, fatalistë, mbajnë objekte fatësielse e diçka tjetër, por janë dhe idhujt e ri, siç është paraja, kënaqësia, argëtimi, teknologjia, fuqia, pushteti, e këto janë idhujt e kohës sot. Idhujtaria nuk kufizohet, pra tham, vetëm në statujat, çdo gjë që zë vendin e Perëndis në zemër, siç dhe i përmenda, dhe i përsërisim përsëri, paraja, pushteti, fama, kënaqësia apo egoja, janë idhujt që neve duhet t'i kundërshtojmë. Jo vetëm mos t'i pranojmë, por t'i largojmë nga vetja jonë. Jemi në vargun 15 ku na thuhet: po ju flasit të mençur, gjykoni ju atë që them. Kupa e bekimit që ne bekojmë, a nuk është vallë pjesëmarrje në gjakun e Krishtit? Buka që ne thyejmë, a nuk është vallë pjesëmarrje në trupin e Krishtit? Shikoni se apostulli Pavli thot po ju flasit të mençur, po tregohet të krishterëve të cilët ishin në Korint, ata përballonin një trysni nga idhujt dhe nga idhujtarët. Apostulli Pavli nuk imponon verbërisht autoritetin, por fton dëgjuesit të përdorin arsyen e ndriçuar nga besimi. Pra apostulli Pavli jo thjesht urdhëron, por ai bashkëbisedon, kërkon të kemi një mendim të përbashkët, edhe apostulli edhe besimtarët. Dhe kjo bëhet në formën e dialogut, jo thjesht të urdhrit. Besimi i krishterë nuk është kundër arsyes, ai kërkon gjykim të matur dhe dallim shpirtëror. Prandaj kisha gjithmonë ka këtë sfidë për thënë të vërtetën me dashuri, përsëri dhe përsëri brenda një dialogu. Zoti kërkon dhe pranon pyetjet tona, dialogun, siç e shikojmë edhe tek Jobi, por edhe vetë Krishti dialogonte me apostujt përsëri dhe përsëri, ai u interpretonte parabolat, edhe pse ata nuk arrin t'i kuptonin me njëherë, këtë bënte kisha. Pra, kisha kërkon që besimtarët të kuptojnë të vërtetën, jo thjesht ta besojnë në mënyrë a priori. Por, duhet dim se besimi është dhe përtej logjikës, ka disa gjëra të cilat ne nuk mund t'i kuptojmë dhe i pranojmë, dhe këtu flasim për doktrinën e kishës, që është zbulesë hyjnore, por gjithmonë arsyetimi është i pranueshëm. Dhe vim në vargun 16. Pra, flasim për kupën e bekimit dhe që është kungata hyjnore bashkë edhe me trupin e Krishtit. Shënjua Gojarti përdor këtë varg për të mbrojtur realitetin e pjesëmarrjes në trupin dhe gjakun e Krishtit. Pra, të krishterët mblidheshin në çdo të diel dhe festa shenjtore, sidomos martirësh, për të kryer liturgjinë hyjnore, ku brenda asaj bëhet dhe misteri më i madh që krevi Krishtin në darkën mistike, por dhe apostujt. Dhe këtë e bënin në vazhdimsi të krishterët. Dhe kryenin atë mister kaq të madh që buka dhe vera afroheshin si dhurata të Perëndis dhe shndroheshin në trupin dhe në gjakun e Krishtit, dhe merreshin me besim për ndjesën e mëkateve, të përbashkim me Krishtin e kryqëzuar dhe të ngjallë. Shoqëria e Aleksandrit mëson se përmes eukaristisë hyjnore, besimtarët bashkoheshin dhe sot përsëri bashkohen me Krishtin. Ky është një bashkim më unik, si thotë Shën Nikola Kavasila, nuk mund shkohet përtej se kaq. Kungimi nuk është vetëm një kuptim simbolik, si thonë dhe heretikët, por ai është bashkim misteror me Krishtin, pra jo sikur ham trupin e Krishtit dhe sikur pim gjakun, por trupin dhe gjakun e Krishtit, na thotë apostulli, dhe Krishti merrni hani, ky është trupi im, merrni pini, ky është gjaku im. Dhe ai është një bashkim me Krishtin dhe kërkon patjetër një pendim, besim dhe jetë të drejtë, pra kërkon edhe përgatitje. Dhe jo më kot, apostulli Pavli e përmend këtë dhe vazhdon në vargun 17 thotë, sepse ne të shumtit kemi një bukë, një trup, sepse të gjithë marrin pjesë në të vetmen bukë. Ne të shumtit jemi një bukë, pra një trup. Shën Agustini thotë se ashtu si kokra e grurit bashkohen dhe shtypen, bëjnë miell dhe ato pastaj bëjnë bukë, shumë besimtarë bëjnë atë që quhet trupi i Krishtit, trupi mistik i Krishtit, që është kisha militante në tokë dhe kisha triumfante në qiell. Nuk mund jetojmë të veçuar si të krishterë me urrejtje, përçarje dhe egoizëm, dhe njëkohësisht të pretendojmë bashkim të plot me Krishtin në kungatën hyjnore. Prandaj kërkohet si një kriter para se t'i afrohesh kungatës hyjnore, mos kesh në zemër asnjë inat, urrejtje dhe si them hakmarrje për dikë që të
keqen. Duhet pajtohesh me atë, pra nëse ai të ka bërë një të keqe duhet ta falësh, por nëse i kemi bërë diçka dikujt, duhet shkojmë të kërkojmë falje atij, të pajtohemi me atë, pastaj shkojmë edhe të bashkohemi me Zotin. Sepse në të kundërtën, kungata bëhet në vend të bekimit bëhet gjykim dhe dënim. Dhe në vargun 18 na thuhet: shikoni Izraelin sipas mishit, ata që janë flimet, a nuk janë pjesëmarrës të altarit? Dhe këtu Apostull Pavli përmend izraelitët, të cilët krynin ritet dhe ishin riti i sakrificës, që çonin holokaustin, dhe ky holokaust konsumohej nga priftërinjt. Dhe jo më kot Apostull Pavli përmend shembullin e Izraelit. Pjesëmarrja në flime shpreh bashkim me adhurimin, me atë që adhuron. Prandaj, veprimet tona fetare nuk janë neutrale, pra ne nuk bëjmë një teatër në kish, por këto veprime të jashtme tregojnë bashkimin mistik, të brendshëm, pa dukshëm me Perëndin. Dhe ato shprehin përkatësinë tonë shpirtërore, që ne i përkasim Perëndis dhe bashkohemi me Krishtin. Por në vargjet më poshtë, 19 dhe 20, apostulli thotë: çfarë them pra, se ilulli është diçka, apo se ajo që është krijuar ilujve është diçka? Jo, po them se gjërat që flijojnë jo e brend, u aflojnë demonëve dhe jo Perëndis. Tani unë nuk dua që ju të keni pjesë me demonët. Ishte një problem në kishën e Korintit se si të krishterët e asaj kohe si duhet të sidheshin me paganët, kur ata i ftonin në ritet e tyre, në të ngrënët e pirat e tyre që ishin edhe me mishë ilulli ose me therore frijuar perëndive të rreme. Por apostulli është i drejtë për drejtë. Ato që u flijojnë ilujve, u flijojnë demonëve. Pra, paganët illujt, pra kafshët ose ushqimet, ja u flijonin demonëve. Kështu që shënjaku i artit sqaron se illujt prej druri ose guri nuk kanë fuqi në vetvete, por adhurimi i tyre i largon njerëzit nga Perëndia dhe me dashje pa dashje i lidh me veprimin dhe ndikimin demoniak. Theofilakti shpjegon se Apostulli Pavli flet për realitetin shpirtëror pas adhurimit pagan. Kështu që ne nuk mund të themi se të ngrënit e një ushqimi flijuar illujve ose një perëndie të rrem është thjesht gjë ushqimore, është barkologji. Jo. Apostulli thotë kujdes. Çdo praktikë okulte, magji, spiritizëm ose dhe si them sakrificë therore, oferta që i afrojnë një perëndie që nuk është perëndia triadik, duhet të kemi kujdes sepse ne na ndan nga Zoti dhe kërkimi i fuqive jashtë Perëndis është e papajtueshme me besimin tonë krishterë, quhet tradhti shpirtërore. Dhe ne nuk mund marrim pjesë në këto gostira që bëjnë paganët edhe sot e kësaj dite, ose të feve tjera të cilat nuk e pranojnë besimin tonë të krishterë ortodoks, nuk pranojnë Perëndin triadik, nuk pranojnë Zotin tonë Jezu Krisht, nuk pranojnë misteret e kishës sonë. Prandaj, edhe pse mund kemi një misi shoqërore, madje edhe familjare, ne nuk jemi detyruar, por dhe nuk duhet të marrim pjesë, sepse ne bëjmë një tradhti shpirtërore, ndahemi nga Zoti dhe pa dashur ne shkojmë në një botë okulte dhe në ndikim diabolik. Në vargu 21 na thuhet: ju nuk mund pini kupën e Zotit dhe kupën e demonëve. Ju nuk mundi merrni pjesë në tryezën e Zotit dhe tryezën e demonëve. Pra, shikoni se sa i qartë është Apostulli Pavli që i drejtohet të krishterëve në atë kohë, po na drejtohet edhe neve sot. Shënjangu i artit thotë se zemra nuk mund ndahet midis Krishtit edhe illujve. Nuk mund të jetojmë me një besnikëri të ndarë, të ndjekim Krishtin dhe njëkohësisht të përqafojmë praktika ose mënyra jetese që bien ndesh me ungjillin ose me misteret e kishës sonë. Prandaj, ne nuk mund të themi që unë jam në rregull me Krishtin në kish, por do jem në rregull dhe me miqtë ose të afërmit e mi, edhe kur ata bëjnë një shërbes fetare që përjashton Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, ose bëjnë një therore, ose bëjnë një sakrificë, ose bëjnë një kurban, dhe unë mund të ha dhe mund të pi normalisht, thjesht për familjaritetin ose shoqërinë që kam me ta. Jo, duhet jemi të ndarë. Shikoni çfarë vazhdon Apostulli Pavli dhe thotë: a duam ne të provokojmë Zotin deri në xhelozi? A jemi ne më të fortë se ai? Në dhjetën e vjetër na thuhet që Perëndia flet për veten e vet, unë jam perëndi xheloz.
Pra, çdo të thënë xhelozia e Perëndis. Xhelozia e Perëndis nuk do të thotë një pasion që Perëndia, si them, ka diçka të fiksuar ndaj nesh, por Perëndia është xheloz në kuptimin që ai na do vetëm për vete. Ai nuk na do dhe nuk pranon që ne të shkojmë me perëndi të tjera, të kurvorojmë shpirtërisht. Pra, ashtu si një burrë do gruan vetëm për veten e vet dhe nuk do që ta tërheqin komshit, kështu edhe Perëndia nuk do që neve të shkojmë dhe të kryejmë praktika ose të marrim pjesë në këto shërbesa ose dhe therore të cilat përjashtojnë Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, siç thash, bien ndesh me misteret e kishës sonë dhe me traditat tona. Kështu që Perëndia është një Perëndi xheloz, jo si një pasion njerëzor, po ajo shpreh dashurinë e tij, besnikërinë e tij ndaj nesh. Perëndia kërkon një zemër të pandarë, sepse marrëdhënia me të është marrëdhënie beslidhje, jo thjesht një respekt formal. Kështu që neve duhet kemi kujdes, ashtu si një grua ose një burr bën xheloz bashortin ose bashorten e vet kur kthen syt te një person tjetër, e njëjta gjë ndodhe me Perëndin. Perëndia xhelozohet në kuptimin e mirë dhe nuk e pranon që neve të kemi një jetë shpirtërore me dy standarde. Edhe me Zotin, edhe me djallin, edhe me Krishtin dhe me antikrishtin. Edhe me besimin tonë të krishterë ortodoks, edhe me besime tjera heterodokse që nuk janë, ose fe heterodokse që nuk janë të krishtera ortodoks. Vazhdojmë dhe flasim edhe për vargun e fundit për sot. Gjithçka më lejohet, po gjithçka është e dobishme, gjithçka më lejohet, por jo çdo gjë ndërton. Pra, shikoni se apostulli thot edhe këto fjalë që interpretohen nga Etri Çonian Gojardi, thot, shpjegon në këto fjalë të apostullit Pavli se liria e krishterë nuk është licencë për të bërë çdo gjë, por aftësi për zgjidhur atë që ndërton shpirtërisht. Vërtet jemi të lirë, po jo jemi të lirë të bëjmë çdo gjë në kuptimin që të bëjmë një miksim fetar tash. Dhe themi gjithë fet janë njësoj dhe nuk ka problem se ha e pi këtu, jo. Kisha ortodokse ka rregulla. Kisha ortodokse nuk lejon një njeri që nuk është i krishterë ortodoks, i pagzuar në kishën ortodokse, i mirosur në kishën ortodokse, të marrë misteret e kishës, të kungohet, madje asnafor nuk lejohet të merret, ose u i bekuar për të kunguar, ose evqelia nuk merren sepse nuk je pjesë e trupit të Krishtit. Kështu që kisha nuk pranon. Ndoshta heterodoksët janë më tolerant, por ne ortodoksë nuk pranojmë as ata të marrin misteret tona ku nuk janë ortodoks, por dhe ne nuk shkojmë të marrim shërbesat e tyre fetare ose rritet e tyre ose ushqimet e tyre të cilat janë personalizuara, janë terrorizuar, janë oferta, janë si them kurbane. Ne nuk duhet t'i pranojmë dhe nuk duhet ta keq interpretojmë ose ta keq përdorim lirinë tonë. Por ne duhet kemi aftësi për të zgjedhur atë që na ndërton shpirtërisht. Kush na ndërton shpirtërisht? Bashkimi me Zotin. Kush nuk mbledh me mua, thot Krishti, shpërndan. Shën Agustini e përmbledh parimin, dashuria është masa e përdorimit të lirisë. Dashuria për çfarë? Dashuria në eter, jo, dashuria për Krishtin. Nëse hani, pini dhe bëni çdo gjë, duhet ta bëni ne për Perëndin në emër të Jesu Krishtit. Pra, pos që Krishti aty në mes që na lidh me Perëndin, asgjë nuk funksionon për të mirën tonë. Prandaj, kur marrim vendime, pyetja nuk është vetëm a është e lejuar, por dhe a më afron kjo me Krishtin, a ndërton jetën time shpirtërore me Krishtin, a ndihmon apo dëmton të tjerë për të rritur me Krishtin, a bëjmë skllavi kësaj gjë dhe ndajmë nga Krishti? Këto janë pyetje që ne duhet ja bëjmë për të marrë vendime në situata të tilla. Mesazhi kryesor i jetëve për këtë pjesë është të jemi të përurur dhe të mos mbështetemi te vetja, të kemi besim tek Perëndia që je pirë për të përballuar çdo tundim, të ruajmë besnikërinë të plot ndaj Krishtit duke shmangur çdo formë idhujtare, të çmojmë Eukaristin si bashkim të vërtet me Krishtin dhe me kishën, të përdorim lirinë e krishterë për atë që është e dobishme dhe ndërton, jo thjesht për atë që është e lejueshme, që do të thotë që mos dallojmë Krishtin nga antikrishti. Pra, në traditën patristike, kjo pjesë nuk është vetëm një paralajmërim kundër idhujve të lashtë që kishin paganët, por është një udhëzim i përhershëm për të ruajtur zemrat pandar nga Perëndia dhe për ta jetuar lirinë e krishterë me dashuri, urtësi dhe përgjegjësi në Krishtin dhe me Krishtin.
Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm, deri atëherë mirupafshim.